E që lumi edhe taulanti me melodin që fillun e zbulun edhe përsonte se këndë kam në studion e emisionin Një Kafe Labe. Po, ju e kuptut nërsa para shumë, por këto momente unë duhet më thoni përshëndetje të ngratë. Faleminderit që jeni bashkë me Radio Televizionin Istëne, faleminderit që jeni bashkë me Një Kafe me Labin. Ekrem, nisja përgatiti kafet, ashtu si që duhet se aroma e kafes Pavini vjen të studio e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit që Pavini është pjesë e rrugtimit tim, e duke mos e haruar asnjë minutë, asnjë sekond Fibullën që është pjesë e imja. Valone, Palmakllin, ekipin e Radio Televizionit Istëne. E bukur është kjo natë, e veçantë është, sepse qofë në pjesën e parë dhe qofë në pjesën e dytë. E bukura, s'ka fund, unë shpesh herë thëmë, pa atës, shko me shpejtësi, kështu për thëmë, shko me shpejtësi zbëlohet që është Fifi sonte pjesë e emisionin Një Kafe me Labin. Fifi, është knatësi zamër që të kom, edhe më bë qefi që të kom sonte pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Më falë që më bënu që ka të shumë e orë, me arsye, me ngarkesa, me punë, me gjithë shpafin. Po, shumë a herët, po nuk kina konfort në Terezi. Mund vjen mirë sonte që jemi bashkë, ka që ma tepër që jemi bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Unë përdu sonte intervista e jote me pas një kujtim ndështë prej viteve, prej fillimit e deri tek dita e sotit. Përdu me nda në pjesë. Më thonë gjithë shkafin me anizë, më thonë prej asajt fillimit, deri tek e sotit, dhe më thonë. Po du pak mundal tek puna jote. Unë e di dhe më thonë zhvillimin, ti e dim për të mi që unë kom qenë mbrapa tena, nëse nuk kemi qenë bashkë me shikuesit, po mitësia janë është shumë e bukur. Edhe e pastër e shnosh mbi gjitha. E di që për shikuesit, i mban mend fillimet, e mban mend tekstin e parë, e mban mend këngën e parë, e mban mend, dhe më thonë, ato të mirat e fillimit që tërë. Pa tjetër që i mojnë mend. Këngën e parë, dhe më thonë që unë njetë e kom regjistru me një studio shumë jo profesionale, u kanë me një shok të shkollës, me Armend Ibrahimin, e ka pas novkën Ex-King. Jam të e lyp atë këngë, nuk e di dhe më thonë në gjithë vend, nuk e gjithë dëtë me asë një vend. Kom pas në në refrenune, edhe ajre po vatke, e ka pas dorën shumë të mirë në tekste, shumë i fell, shumë nice, u konë, unë e patak në refren, kjo kënga jam e parë, i kom pas 13 vjetë. 13 vjetë. 13 vjetë. Vetëm 13. Vetëm 13 vjetë. 13 vjetë. E kom kënu me shumë qef, edhe këtë njerëzit është qërë kjo Filoreta, sa atër Filoreta, me emën tamon, temin, pa ta dojë, nuk është që kom pas lundru në për nofka. Kënga e parë o kanë që kjo. Kënga e parë profesionale, jam ja o kanë, se Angelish e ti, që ma ka bo Leonard Sanhasi, gitaristi i grupit Troja. Troja? Gjeriko? Troja? Producenti i Trojës e gitaristi i Gjerikos. Po, kënga jam e parë edhe kur nuk e harroj, duna me e thirë, se ma ka bu pa pare këngën. A përshë që qërë është, jeta ku vjenë, bukur është mi kujtu këta njerës, mi kujtu për shambull që tash për herën e parë dhe i shfalo se edhe këngën 13 vjeqe, edhe këta. Jëm kanë e vogël shumë, 15 vjeti këm pas, këm marrë pjesë në Top Fest me ta. Normalisht që nuk shkova në asë një fasë tjetër përveç në prezentim, apo këmëtar. Se njullish e ti, kumet e ti, tani kaq ishte performanca ime, po ishte qefi madhë që shkova në Top Fest, a përdin? Po fillimet e tuja për kraja? Për kraja, ma specifikisht prej kujtë. Prej përgjithsi, dhe më thëmë prej njerëzve, prej artistve, prej shoqnis, prej rrethit, s'po flasë për familjen, se familja dhe më thëmë në baza kryesore, ajo e mbështetjes që... Prej njerëzve të parë në industri, në periudhe ma të mire në sajna që më ka përkrau kanë Fjolla Morina. Okej. E ki përmen disa herë në e kom përmen edhe komunal, kur të e përmen. Mrapa, mas Fjollës u kanë era ruse me Rozanën. Një telefonat e Rozanës ka bo që unë
mu nisë për Tiranë, edhe unë mu takua nej me era rusin edhe mu lidh me erën. Njëri i tretë, ose i katërt më saktësisht, po folja me fazë, njëri i katërt është Qiljeta, që më ka majtë edhe në shpe në periudhën kër unë jam tërhek në Tiranë prej Prishtinës. Qiljeta më ka majtë në shpe dhe unë nuk e diskutoj me Haruna i herë që më ka strehu. Sot që janë raportet mira me Qiljetën, vazhdo me pas komunikim? Po, veç që pak ma rallë. Po, se edhe dyat, edhe nana, edhe puna, edhe që ka shkëput pakës kjo periuda e mëmësis, këgja shumë prej njerëzve për rrethit, prej lafeve, kom pas nevoj pakës me najtë balarë. Si do mos të lafet mirë s'ki po. Jo që s'kina qef më marrë me to, po abedin po pje fjalla. Tani, abedin me vazhdu. E vazhdojmë, po gjirisht, se jo. Bledi BBF-s, Bledi Maxit. Bledin për përshëndes të dhone, se kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë gjithmonë. Bledi është fantastik, unë e kam ala sot edhe pse nuk e kam menager, për çdo lëvizje që a du me bo e kontaktoj. E pës, nëse jam skeptike, kam qef me marrë një menjes tina. Mjep këgja... Shtytje, energji pozitive. Energji pozitive, jo, mjep këgja besim. Besim, okej. Po ose jo, ka venet që dhe më thot mos e bë, ka venet që më thot bëje. Më varet se aje një ma mirë biznisin, se ka 30 vjetë që mirët me këtë punë. Tane, kush më ka përkra tjetër, Klet Bahiti, pa tjetër që më ka përkra, një prej producentave bashkëpunëtor të mitë, që kena punu përveç kongë të mijat edhe kongë për artista, i kena pas një 3 vjeqar me Kletin që kena bo kërdi me kongë. Në për festivale, në për albumet artistave, për singles, në qapo dione. Flori është një prej njerëzve që e kam picked up në industri, më ka najtë shumë afer, më ka dhonë shumë besim edhe vetë vlerësim. Më ka shti me besu në vetën. Nuk ka gjë më të bukur se kur të ebë dikush vetë besimin. Aja më ka shti me besu në vetën. Aja e ka njoftë runin temë dhe e ka ditë që unë me bo më thonë të sën e bën kur që të sen, ose të s'mun është me bo qëta se s'den, unë jam qu e kom sua dhe e kom bo. A vëden? Që dhe më thonë ma ka njoftë psikologjin. Psikologjin tonë. Tjetër, ta një sfund me e kam përkrajen e burrit, Adisit, që është një prej njerëzve ma të rëndësishëm njëtën tem, është njëri që mjep të natë lojtë e emocioneve. Edhe, pa tjetër, krasimisht, ka aspekti punë, është bashkë me Jetmirin, me SBS-in, që jena tu marrë me mu. Bravo. Ato këtë etapën, dhe me thonë, pastaj, dhe të kalojmë pakës ma vonë të pjesa Jetmirit, të pjesa e produksionit, të pjesa Adisit, menagjimi, gjithë shkapet. Kalojmë të pjesa e dytë, pjesa e jote, e përmendet të fesin e festivaleve. Përgjithësi, për shkak të kemi parën për festivale. Kus jam kona? Për festivale. Kus jam kona dhe sa u kona? Tash po e quj fifje festivaleve. E dëshprume, e vlerësume. Unë e thamë, shëqyrë zotit që kanë ndodhë, se pëtë mos kishin ndodhë, nashta nuk si shakon heqë të ku jam sëtë. Gjithë që kanë ndodhë për një arsye, këta e kam më të tjetës. Kur gjë nuk ndodhë rastësisht. Unë e di plët njerës që kanë marë pjesë në për festivale, kanë fitu talent show, a kanë fitu anet që nuk janë kërka heqë në tregë. Nashta thëmë, nashta edhe unë për të kisha shku faza manalt, ose të kisha fitu, ose qa për di unë, nashta edhe unë e kisha rëshit rrugës edhe e kisha lanket, ose garant e kisha gjithë na i burë që ma kish nalë muzikën krejt, a bëdin, shu që zotit nuk kanë ndodhë. Dhe se ndodhë, se na artistat nuk është që na fort normal, a bëdin, është shumë probleme na përbalu neve. Mu së dëma së problem shumë ma. Po jam, qa me bo. Jo rastësisht e kam emin nofkën psikopat. Ja kom dhëmë vetës kështut me plet krenari. Qa po dione? Festivalet, normalisht që jam dëshpru shumë,
e kom pas në ajë periud, për shembull 3-4 muaj që me nxemërsha vetën. Por, në rastet e fundit të isha mi u pas dhanë lek, mos më mshti me fitu, ajde mos më mlanë me fitu, ma mirë se ma kishë qitë. Po. Sepse fatkeqësisht, na si popull, fatmirësisht për mu, për fatkeqësisht për situata të tilla, mi shërohemi me viktimën. Apo këpëtën, sa gjinap si adhan kësajna. Ndërkohë, nashta e ka meritu dhe dikush tjetër me fitu, jo vetëm kjo viktime, në këtë rast done. Po që shqyqër zotit këngët e mija kanë fitu, nuk kanë fitu, kanë hec, nuk kanë hec, e kanë marë malin. Njerëzit i kanë ngu, që në fundit për që ta punojnë. Jo vetëm mund, për kretë artistat punojnë, a për miratimin edhe për pranimin për anës të publikut. Po, ja, unë jam shumë e lumëtër. Nuk i bi peshman për kur gjejeq. Fifi dhe festivalit. Ti në festival nuk është vishë prezenca e Fifit. Në disa festivali është Fifi prezent. Për shkak se ka bot tekstet e kongëve. Kongët janë fituese të vendeve të para. Po. Çfarë ndjenje është ajo? Me shkru për dikon tjetër dhe mu vlerësu? Ma e bukra në botë. Se unë projektet që i bëjone, vija melodike, tekste, nashta veç tekste me naj kong, nashta veç vija me një kong, unë i logaris si fmit e me. Janë krijesat mijat. S'muna mi u thonë diçka tjetër. është krijesa jamja, sikur ju që e përni një gjaket, ja shtoni një sen, është e jotja. E shenë ndryshe, e vlerëson ndryshe, e përqafon ndryshe. Qashtu ti logaris... Aq ma tepër kur e shenë tropë dikuj. Po, aq ma tepër kur dikush për artistit ta shetë. Në mënyrë ma të mirë të mundshme, edhe tani kur vlerësot edhe me venet e para, ose e dyta, treta, ajo që aty është. Nuk është që bëna i farë diferenце, veni pari, dyti, tretë, që aty është. është njëja ma e bukur në botë. Kom fitu një qmim të parune, me Alban Ramosaj, me thikat e mija. Mu më kish pas dalë nami, kjo merë pjesë festivali, kjo veç do me fitu, në kur në djetë ndërkos kom fitu, kjo merë pjesë veç do me fitu, më falë, kur fitova one që po marra pjesë veç me fitu, se na keni lorë. Edhe natë vetëm bindë Flori për me marë pjesë në festival me Tekonga Magjike me Brunën, u binda, jo që s'kisha qef, po një diçka më thejke që jo. Edhe më tha, pse mos me marë pjesë, ty ashtu kështu të ka dalë nami që ti të me shmishku me fitu. Hajde dhe ta qëna një kongë qef, ta qëna një kongë me ritëm, ta shfrytëzojna përsenet e tona, edhe pse jo, mja undru pa këtë menimin që hej, unë jo dëmës dëshmërish du qmimin ne, ose dy, dhe pse unë e treshin e kom këto në ba. Ku të shkoj tretën e ma? Ku të shkoj tretën e ma? Gjithmon ka tonë, treta e vërteta është. Po, unë jam e vërteta. Unë jam e vërteta në çdo vend që shkoj. Edhe ka dhe si unë me rëndësi pjesëmarrja. Jo, edhe unë ja kom pas këtë, me rëndësi pjesëmarrja me një festival të radio televizionit shqiptar, që ishte ndjenja ma e keqe që e kom pritur ndonjëherë. Kur kam dalë në Kongë Magjike edhe fitoj Albani, të më thonë, britmat e mija janë konë, sa e lumëtur jam konë, o zëtë, fitoj një bebe jamja. E bukur. Kur jemi të Kongë, të festivalit e këto, a një gati jo? Ti a e gati? Unë kom lindë gati. Drejtohu. Dë? Kupshtin e lotve, po t'jegem si e mjerë, po presti me m'ka prejërsinë me m'tjerë. Rrug me gjilë pona me shtu si përherë, që ti kur mos me m'prek. Që ti kur mos me m'prek, se marove, mas teje, u tërbova
shpirtin ose do t'i theje se marova mas teje u tërbova mas teje vetën narova mas teje ti veç pak t'kishe po mas meje. Nuk ka shkroj, nuk ka fjallë që ty ke besu e prap marova mas teje u tërbova mas teje vetën narova mas teje prek ma shpirtin nëse do t'i theje. Se deja e gjujti, po më duket e tipit, se u krya, po. E kupa ketë. Diçka s'ke mirë. Se shumë diçka jepe, zërë. Jo, playbacku e ka këto. Playbacku në playback, a ke po kredin me kënu. Po, definitivt. Më ka dalë na me gjithë di live e hajtë ta bujna playback. Kështu që... E besoj njerëzit që to për një me. Jo, unë dhe më thonë halalat lumë, se gjithmonë kësare ke interpretu live, e bukura e krejt kësane është sepse talentin edhe fuqin vokale që e ke dëshmu. Awesome, thank you. Këta nuk mundet me ta më hua askush. Njëjtë më thonë edhe komplimente për këta dytë, sepse... I ki fantastik, ma të ke marrë. Jënë të mahanitshëm, më thonë, momentet caktume, rastet caktume, vish kur di, vish kur vjen melodia pop, mund vjen të lekë qona. Po, ma pas ke marrë, do më thonë, ma pas ke marrë të fiktën, a? Të kjo do është ta mundalë, të pjesa e Bigut. Të pjesa kapitulli Bigut. A i kira për shmoni që qenë pjesë saj? Jo, vallah, heq. Trahatone. Jo, dhe më tonë, kapitulli tash, që ta e mendova, dhe më tonë, këtë pjesë nuk i kira për shmoni. Unë startë folët për Big Brother, do na mu dritu. Okej, dhe më tonë, nuk i kira për shmoni. Jo, për kontra se, qëre, edhe për Bigun, në periudën masit që dola, jam kam pak e frustrume, që apo dione, po, sot thëm, unë dosht me him Big Brother, me njoft Kledi Hysën aty mrena, me dalë para kohë për Big Brotherit, me u taku me Kledin dhe me njoft babën e fëmis tem. Pa. Sepse Kledi e ka djallë të dajës, Adisin. Adisi e ka djallë të halës. Edhe unë jam njëri ma i lumë të rëmbut. Unë, dhe me thonë, nashta të kisha shku deri në fund edhe mos kisha dalë për para për Bigut, nashta hitë se kisha njoft Adisin. Edhe sot se kisha pas të Amaljen. Ka qenë fati i ti? Unë menoj që ta. Edhe kjo është fakt. Unë u dosht me him Big Brother, me dalë për Big Brotherit, me taku burin e andrave të mija. Sa e fështirë është kur je e sinqertë? Se që gjëtë këtë jetë ajo të okun e sinqertë. E kon shumë e sinqertë dhe më tonë, ke pas shumë para gjukime, shumë sande dhe më tonë, është pak... A di që ka ndodhë? Jom kanë shumë e sinqertë, që ta shtë sem të full heq, e ta shtë që sem të full heq nuk i kam punë të mirë. Pse? Pse si ki punë të mirë? Sepse njerëzit dojnë skupe, njerëzit dojnë me ditë që a bën, njerëzit dojnë me ditë mendimin tënë, njerëzit dojnë me ditë ku je, pse je, që a bën, tek bën. Mu ma kanë ushqy kove të fundit, nashta edhe pakës kjo situata e fejesës, që a bëdijone, ma kanë ushqy pak këtë tripin që duna me konë ma serioze, se tasht jam me burre, jam bonane, që a bëdijone. Për,
se duna me ndryshu one, e unë kom ndryshu këgja, gabem kom bo. Jo, zban me ndryshu. Do të me thonë mendimin e lirë, në kushtet të të shkruun. Që mund është me thonë mendimin e lirë, nashtë që shdotit nga shtetë demokratik, apo jo? Të marë konfirmim me kamermona. Dhe? Kamermona, a është ashtë? Po, që është? Po. Ekipi, a është ashtë? Rafsh i kështë. Jo rafshi, se rafshi këta dytë nuk bëjnë rafsh, këta e kanë edhe pjesën e vetë. Besa që me i herë për ndërlidh në. Që e kanë pjesën e vetë pytjeve. Hajde për herë. Basi jemi të tema. Të pas parasysh që ki qenë pjesë Big Brother, a i kishe propozu edhe tjerëve kur t'ju bje ftesa me marë pjesën Big Brother? Po pa tjetër. Amo me... Qëre, Big Brother është një eksperiment social shumë interesant, një loj e mendjes, psikologjike, dush me kanë shumë i fort me përbalu. Unë jam hi pa pregadit në Big Brother. Na nuk e kena dit Big Nishi, qa literalisht është Big Brotheri. A bedin? Po. E kena po pakës, e na munu me u interesu e qa po dion. Po prap, u ka një shkëputje shumë e madhe për periudhës që u ka një Big Brother tjetër që na parafërsisht me na u kujtu se qa që shtek ka ndodhë në Big Brother. Na e na hi pak si kur bullica në lëq, a bedin? Por... Bullica në lëq. Po da. Shprej adekuate. Po da, por, këta që e kanë po mrapa, mënej që kushdo që hen aty do të me hi i pregadit psikologjikisht, që se është një lloj burgu në thojza. S'keme pas kontakt me të familjes tane, s'keme pas kontakt me botën e jashtme, s'keme pas kontakt me telefonin, s'keme dit asa është ora, s'keme dit kur gjë hiç që ka ndodh jashtë. Edhe ti e mrena qasaj kupolës që ke vendos vetë me hi, se ti e ftu, po ti ke pranu vetë, ata me zërë shtin mrena. Ti hin me qefin tënë matë madhë. Hin, edhe duesh me dit me a marrë të mirat qasaj loje. Mos me marrë shumë seriozisht gjithë qka. Unë fatkeqësisht, personalisht, se kom marrë shumë seriozisht. Thesha, pëse mëre, po ma bojnë mu? Po problemi që kjo është, se jesh... Po, heq bre, ka njare... Drejt për drejt, dhe më tonë një kohë shumë... Hin rol edhe hin mrena. Në prajme qdo jo, gati. Jo, menoj që po, kësha dollë këtë prajme e kësha zonë. Kështa është të je konë? Po jam konë. Para me pa in rol, pa me pas in rol. Ava! Tjertë shka s'kam bo për me dalë në prime, ti e ki pas bile spontane, naturale, edhe i konë vetë. Po ma hek qatë kofer për rrugë. Hek ma koferin, vla. Gëja, për një që kovarin, je konë naturale. Jam konë. Sinqert je konë. Jam konë. Edhe që ta kina vlerësu shumë. Shumë falim deret. Shumë falim deret. Një është, më sani, se një është edhe prej. Se ta afronë e ma afer, shok jam. A ta mërmenja që festivale e në halo ura për mi qua artistat për para. Edhe aja rekomandon dikujna... Me qenë pjesë e festivaleve. Pjesë e festivaleve. Qëre, janë... Kusa pytje e fështirë është kjo. Me bu mu përgjith. Tu e di që ta shë kena festivalin... Po, është edhe festivali i RTK-s, në fakt që duhet me konë, është shtetërore edhe që duhet me konë ashtë ma tepër që duhet me herdu kur do mu përpasu edhe kanga e këtujt në Evroson. Po. Unë menoj që nuk është ur lidhë se festivali, unë menoj që festivali është një pik ma shumë në karjerën tane. Një prezentim i mirë, sidomos është një shkallë ma nalt në rrugën drejt suksesit. Po jo urë. Mu personalisht mu më ka bo mirë pjesëmarrjet e mija në festival, më kanë rritë këgja shumë, po që nuk është që ma kanë dhonë atë, qysh me e thonë, ma kanë dhonë vullën e artistës, por nuk më kanë dhonë se kanë lënë atë ëmbëlsinën, se kanë lënë ty shije në ëmbël pjesë marrë. Jo shije në ëmbël. Mu ma kanë lënë se unë nuk jam shku kur me pretendim për me fitu, përveç kur jam kanë me Kangën Marova. Me Kangën Marova po, valla, jam kanë kështu të pëdu me fitu.
Ama me psikopatën, unë se kom pasat pretendim. Me zhurmë se kom pasat pretendim. Unë kom dasht veç mu një zani jem, mu një kanga jem. Unë të shtoja ose gjëraj artistave të ri. Ata që dojnë që janë të ri edhe dojnë me janisë mu marrë me muzikë edhe dojnë me marrë pjesë nesën e për festivale. Me hi me idenë që mu një zani tyne edhe mu një muzika e tyne, mu një kanga e tyne. Nuk është shumë rëndësishme kupa, sa është rëndësishme me tuknu kanga. Sa dush, mledhi kupat e botës dhe rënetit e dhoma e gjumit, kur nuk ta din kërkush kangën të rënoft aja kup, a bëdin, se s'dvynë sen. është me rajt vetën. Unë ja u sugjeroj artistave të ri, me marë pjesë se është një shkallë, për jo urë. është një shkallë që nëse e ki kangën si të mësë, për shamu Malret Koceri, që ishte vjetë në festival, në RTSH. All of a sudden, out of nowhere, dul një djali i ri, abedin, që ja u mur krejtve vëmendin, po ky ka doli. Dul, vjet apar vjet u kanë? Vjet. Vjet. Vitin e kalu. Vjet, se si vjet që të shkodra e një super prezentim, një super pjesmarje, një super, I loved it, abedin, shumë nice. Jo, a i mori qmimin e parë, për nuk e mori qmimin e publikut. Edhe nuk shkoj në Eurovision, aj. Qmimin e parë prej jurisë. Po, e mori aj. Do me thonë, a përshek, kanga e mirë, vlerësohet, kanga e mirë ngohet, kanga e mirë, prezentimi mirë, ta merë vëmendjen edhe t'jep një shkallë ma nalt. Mas nëjna, ura është mas festivalit, a din me e majtë, që atë prezentim të mirë edhe denjë që e ke bo. Ose a keme met veç artist i festivaleve, apo keme kanë artist i tonasferave. Se është një fije hollë që të ndonë në mes, me met veç artist festivalesh. Ka shumë që kanë bet. Ka shumë që kanë bet, që marrin pjesë vetëm në për festival. Po, edhe s'kanë, që aty kanë met. As nuk kanë mbrëmje, as nuk kanë koncerte, as nuk kanë... Unë nuk menoj që ajo duhet me konë pritshmëria e një artistit, ose që dënë me u bo artist, ose që është artist. Me dalë veç në festival, ose me prit kur pe kap në i tezg për këty në lokaleve të vogla. Jo, mëre, du të me pretendu ma shumë. Du të me pretendu, me bo muzik të gjanë, okej, shtrot, dele dhe kjo disa një tjetër që dush me bo një far pakti për me kanë një industri, dush me bo një far pakti me jetën tane personale. Që shumica nuk janë të gatshëm me e përbalu, që të transformim, që vjen masi që të kishë sukses. Ose masi që dënë me shkun me një gratë tjetër, edhe më bo artist ma i gjanë, jo veç me... Veç për një pjesë... I klasifikum... caktume. Po du e përmende, dhe më tonë, shpesh dhe më tonë, edhe gjatë natës sëndme, dhe më tonë, rukëtimin tënde, edhe pjesën tënde, dashurin e jetës tënde, që sot të ka ndryshu jetën, të ka ndryshu gjithë shkafin, po e bukura e krejtë kësajnë është, dhe më tonë që ti, më pakt, e ki epitetin edhe të nanës. Që që, sa ka ndryshu Fifi, dhe më tonë, në sferën e muzikës, sa është pjek Fifi, sa është maj kujdesme, dhe më tonë, prej se që është bonan, që o martu, me punu ma shumë të teksti, ma shumë të melodia, të kanga, apo është ajo Fifi që gjithmonë e kemi pa? Shumë e bukur. Prej momentit që unë kom e të 7 zonë, diri në momentit që unë kom lind, jom kanë njëjtë si kur që shumë kanë për para, për me doza shumë atë nalta të emocioneve. Në më thonë gjithë shka, nëse një njëri normale ka në 7 zanë një herë e 10, unë e kom pas herë 88. Dhe më thonë e të mërshme. Edhe nervozën e kom pas qakmak, a bëdin me një herë, kom dhezë. Edhe me kajt, kom kajt me një herë. Në muzik nuk kom ka pas ndiku shumë. Post partume, mas lindjes, e kom pas pak problem. Dësha me bo muzik, qysh dësha unë, jo qysh e kom pas bo. Në më thonë, nëse për para e kom bo një kongë bazuar në emocionin tem, po duke e menu se qka mundet me kënu publiku, në periudhën mas lindjes deri pak para se me fillu kjo vit, e kom pas një tranzicion këgja
të komplikum që më ka shqetësu shumë. Më ka bo problem, kom lundru shumë në për zhanre, kom lundru shumë në për muzik, në për tekste, në për rryma, më ka bo pakës problem mu personalisht. E kom pas edhe një trip tjetër që se kom lanë kërkan me më të regua ashtë mira a keq, e kom pas kryte këtë qitë shumë. Nërko që tashti, jëm të analizu para se me nëzirë një projekt. Jëm të analizu para se me nëzirë një tekst, jëm të analizu para se me nëzirë një vi melodike. Nuk jam të i dhanë shumë zërë, që shi kom dhanë në këtë periudhën e postpartumit, këtë periudhën e mas lindjes. I dha shumë zërë në qëtë periudhë. Tasht, kom marrë dhe kom lëshu vetëm prej qasaj gjendje. Edhe kom thonë veç pak, prit. Ina të rëthuar nga një energji, post-Covid, që na ka bo këgja fast food gjithë qka, këgja shpejt me kalu gjithë qka, edhe ina ketë në depresion. Hajde të bujna kongë që mi nëzirë njerëzit për depresionit. Edhe që të senja kom njës me e bo qëtë periudhë. Nëse i njën kongët e periudhës të fundit, qëto 3-4 projektit e fundit, mjatë janë krejtë qef, aheng, hajde këcena, hajde knoqëm, hajde lujna, hajde folën për dashni, hajde mës të folën veç për vujtje, mës të folën veç për ndamja, se bedina që këtë janë të ndapë, hajde mës të bina prej e qësaj që ti helme që na e ka në lëshu prej najra, viden? Hajde ta marëm energjin e mirë, ta marëm sanin e mirë prej qëti momentume. Këtu do është ta mundal të kjo pjesa e pandemisë e përmende vete qele si tem. A me ndonë që kena ndryshu në karaktere? Edhe kena ndryshu si njerëz, dhe më thonë, njënit e tjetëri, prej pandemisë e këtë anë? Po, jena bo shumë atë kujdeshëm. Po, rrume, neve na kanë mësu në pandemi më urujt prej mës me prejk, me najt me maska, po jo më urujt për një tjetërit, a vëden? E na nuk jena urujt mos mu prejk, na jena urujt na ka bo të kujdeshëm, dhe më thonë të kujdeshëm në kuptimin e jo të mirë të fjallës, më urujt për njëni tjetërit, dhe më thonë gjithë sen që e këshyra ma vëden, e këshyra më zhe, që këtë më ma fut, që këtë më ma bu qëta, që këtë më ma bu ata, a ka ndiku për keq, pa tjetër. A na ka bo mirë, heq mirë s'na ka bo. Ina konë ma dashur me njëni tjetërin. Ok, ina shumë me njëni tjetërin, ha? Mas mine, po të pak të në kërë jena, po, jena dasht, po që ta shtë as nuk po duhem. As nuk po duhem. As për balë. A bëdin, unë e mendoj që Covid-i e ka bo që të sen. Fif, sa të ka bo djali, dhe me thonë, matë fort? Edhe ty personalisht. Për moshën e di, dhe me thonë, e di edhe shikujt. Unë ka bo shumë matë fort. Matë fort ka bo? Emocionalisht ta ka ndryshu Fifi, sepse unë thash, si natyrë e konë shumë e ndishme. E konë shumë e ndishme, e konë shumë e sinqerë. Jo, jam bo ma... Je bo ma e fort, apo ma e ndishme je bo? Jo, më bo ma e fort. Ma e fort? Po. Djalli, dhe me thonë atë empatin që e kom pas për njerëzit, e kom të reke dhe e kom qu veç për djallin tem. Ma nuk kom prek, që shumë ka pas prek një situatë ma për para. Po. Dhe me thonë, unë ka bo shumë ma të matën në raport me njerëzit, raport me palët e treta, ose palët e dyta. I vetë misen ma i rëndësishme i mbot për mu momentalisht është djalli jam, familja jam, edhe ajo familja jam e ngusht. Që ta ka parcen që del prej këti rrethi, janë njësi edhe me menu ka pak. Dhe me thonë, e kam edhe një trip familje, që janë do njerës që ishtim pjesë të familjes, që janë shëqnija jam e ngusht, edhe që ata janë diri qëto, për tej nuk ka përcej. Nuk të ka përcej. Okej. Fifi. Në roja dhe mikrofoni. Në ndodhi edhe kjo. Ndarja trokiti, sa do që deshat jeme fort, loti rëshki, mikrofoni rëshki. Këta e ka dhe në lajpi. A përqet, sa interesant, edhe unë shumë shpejt jënë bo. Jënë bo shumë i shpejt, ose dhe mos dhe me tonë, me këta. Mikrofoni ra, në ndodhi edhe e kjo e gjeta, me rimë muzikës. Fifi, po e marrë unë për hapi vetë, për shkak se është një kuti ku shumicën e musafirve dhe me tonë i pës për gjanat cilat fakti janë në këtë kuti.
A ka gjatë kësaj periudhe tjetës që kështë dasht dikuna mja shkru emnin, po edhe në fund është goma që kështë dasht mja fshi. Të njëjtit njerëja? Po do mja shkru emnin dikuna që në fakt e shkruun, po për të pipin mu u fshi, nuk ekziston mu. Jo, nuk ka. Ata njerëz që kanë dashur mu fshi prej asaj flete, janë fshi vetë. Më të nuk i pas nevoj të mi fshi, sa ata janë fshi vetë. Jo, fshi janë vetë ata, s'ki nevoj mi fshi ti. E kuptojnë vetë që do të me ikë dhe veç fshi janë vetë. Një dry edhe një qelsë. Pakës ma heret e diskutum, më thonë gjithë shkapin, fillimet e tuja, sandet e tuja, njerës që të kanë bështet, njerës që të kanë përkra, por këto momente unë për ndroj, nuk për e thëma i qilësi që ti ka hapë dyrt mi përmend ata njerës, dhe që i the, edhe unë për ndroj gjithë shkapin tani këto momente, se po du me ditë... Kush mi kam shetë? Tani, aje din, dhe më thonë, aje din njerëzit që në fakt mbrapa shpindet kanë folë keq, e para shtyve ju në konë shumë të mirë. Pa tjetër që i di. Po me amna s'du me folë se s'du mi dhonë vëmendja. Amo i di krejt. I mshelim, pra se nuk ju japim vëmendje. Po. Okej. Shumë e vojë. I mshelim se nuk ju japim vëmendje. Amo i di krejt, me amna i di. Në zonë i din, krejt, komplet. Okej. Po. Qëtu jonë në gjyra. Paletin në gjyrave. Po, edhe është një brush. Nëse, në fakt, tuk ishë japë mundësia, tani këto momente, për ma shembull, edhe mrenda javës, me të tonë Fifi, mere që ta, edhe pikturoje një pjesë tjetës tënde, cila kishë qenë piktura, cilën pjesë tjetës tënde, kapitullit deri sot, kishë dash me pikturu, me qenë një pikturë bukur prej ti. Ditën që e kom din djallin tem. Me tonë qajo pjesë. Qatë moment. Vetë qatë moment kisha dash me pikturu. Se unë djallin e kom din vetë, kom din natural, edhe e di këtë që ka ndodhë. E kom pa gjdo sekund. Edhe është ka në momenti ma i bukur jetës tem. është momenti që unë kom rilind, është momenti që unë me kretë nanat edhe me kretë qikat e reja që më bjenë rasti me folë për prindrimin, e diskutoj, thamë, dita që ti lind për s'dyti herë është dita kur ti bo shprind. Nuk jemo njëri njajtë, ndryshon çdo sen. Nuk jemo, veç nuk je njëri njajtë. Ti mund është me besu që ekziston një form me u rikëthy prap para, po s'mon është mu rikëthy mo. S'ka mo këthim rapsht. Ti je nanë edhe ndryshon çdo sen. Je tjetër njeri. Edhe dita që ka arë djalli jam njetë, është momenti ma i bukur jetës tam. Dhe me thonë, dhe që, me kom përjetu edhe vetë që ka është, dhe me thonë, kur ka roa njetë edhe di, dhe me thonë, qëfar ndjenjë është edhe qëfar momenti është. Fifi, po dalë tash të kjo pjesa tjetër. Pjesa tjetër e njerëzve tu, bashkëpunimit tu. A disin një farmyre është bërë edhe një menager i jotin, tu ja menager edhe kogja i suksesshëm, sepse po e mure a disin dhe më tonë pa e gjithë marrëveshjen me ta, pa e bo, datën është e pa mundshme. është shumë i komunikushëm, nuk është problematik, shqyqër zotin, është shumë i mirë. Tek pjesë, a përzihet pjesa martesore me menagjimin tash këto, a ki mujtë mi nda, apo mundin i mi nda? Që tash kom njës me i nda. Se zakonisht, dhe me tonë, duhet burë gru, po duhet me ditë, dhe me tonë, të puna është punë edhe... Tash kom njës me nda, në qëtë periudën e fundit kom njës me nda, punën me biznisin. Kur unë jam jashtë, që, për shemull, dënë me pini kafe, aje ka qëtë problem që dënë më ngacmua, ja njës me më full për projekte, për punë, edhe veç që da më gjithë se kanë se jam të pi kafe. Du më najtë të qetë gjysore. Mas gjysore, kur unë du me folë për punë, hajde dhe flasim. Po unë du me kone qetë qëtashti. Mës ma ngarka aureolën, atë aurën. Lem atë qetë. Po du me reflektu për dira sene. E kom pas këgja problem
në një periudhë, së të mos qaja periudha e mas lindjes, në çdo sekund jena kanë të folë veç për punë, edhe më boni shumë dënë, psikologikisht. Shumë dënë më ka bu. Qëta është ja kom njësë me marë kohën temë. E kam kohën kur du me pi kafe, e kam kohën kur du me gatu, e kam kohën kur du me punu. Truni jam është në punë të në kohën, është non-stop të funksionu, të menu sene, por di edhe kur me bo switch, di edhe kur me edhez, di edhe kur me nalë. Du me pa film, du shoh film. Edhezi filmin, tu gatu. Dhe me thonë, këta, për e thëmë që ka kohë, kur dë njeri për gjithë shka. Po. Se zakonisht na di me thonë, nuk kena kohë, nuk kena kohë, dhe me thonë, kur dënë e gjenë kohën për sësënin sa. Dhe me thonë, kohë nuk i veç kur nuk dënë me pas kohë. Okej, shumë të shkurta këto pyetjet, se po vim drejt fundit bisedës, shumë të shkurta po i du pyetjet. Me kënd ka marrë malli me pi kafe? Që se ki pa më te, që kishe dasht me pi, ose që nuk ekziston hiq këtë jetë. Dhe me thonë që më pak kishe dasht, qoftë me një person që në fakt nuk ekziston, ka ndru jetë, ose qoftë me një person dhe me thonë që në fakt e kishe pas qef me pi një kafe dhe ndoshta me shpaloz shumë qka të bukur bashkë me ta. Me kënë kisha dasht me pi një kafe. Së di, ata njerëz të mi janë krejt gjallë. Nuk është që ka shku dikush që më ka marrë mallin me pi një kafe me të. Ose po jo, pas ka shku një njeri që e kom pas një djallë dajës, jo bash djallë i dajës tem, nana jam me babën e ti janë fmi daje, qëndrime, para një viti ka ndru jetë me motor, e kom pas shumë për zemër, e kom pas, dhe me thonë, ma mirë kom shku me qëndrimin, se sa najherë me djemë të dajve të mi tamana, bëdin, jam kanë shumë e lidhë. Shumë e lidhë. Po ekstremisht e lidhë jam kanë me ta. Me ta e kësha pi dhe njëherë një kafe. Një kafe, okej. A ka ndodhë gjatë këtyre viteve, që në fakt e ki pi një kafe me dikon, po ki me ndu që është ëmbël, po të ka dojnë kafja ma ethë. Shumë pas ka. Pjatë ka. Kafe të mdhaja, bile. Unë ka ndalë. Macchiato që më dhe ljume. Jo. Tegla. Bure. Jo, kafe amerikane. Në Amerikë që pijet. Bure. A vedin bure që qela të birës. S'ko ka konë kafe, ajo rasaj ko ka konë. E të mërshë. Ja, më ka ndalë dardhë me bësh dhe njerëz allaj. Po. Po, më ka ndalë pillim. Okej. Pip, e di që jetu punu edhe nuk jetu ndalë. Në me thonë që e di që edhe këto momente dhe sa po flasim, më furë ka diqka. Po. Qa s'ka? Qka s'ka? Po, qa s'ka? Na jemi këtë të djele, dhe me thonë, kjo e djele është, edhe na me njerë bas kësaj djele, dhe me thonë, dele dhe diqka tjetër. Kështu që, hajde, qka... Dile ka me dalë që dile? Që dile, dhe me thonë, e dile, dhe me thonë, që kjo e dile është që? Po ta epi, dhe me thonë, është data 18. Sonë të jena me datën me 18 jena, këtë të djele, dhe me thonë, ma njerë mas kësaj djele, e di që diqka pi furës pa dalë, është e pa dalë. Me njerë mas kësaj të djele, del ka nga mome, që menzi për pres me dalë, është një kangën e kam sëllë, këta dhe me thonë, momen e kam sëllë, po është aheng, është qef, është dashni, është menzi për pres me dalë që ajo kangë. Ja kom thirë një energji që asoj kangë nuk e ki idin. Menzi për pres me dalë. E ki komplet tekstin krejt komplet? Po, në kangë të mija i bëj krejt vetë. E kom punu me Apollon, me një prej producentave të me, që kam gati 10 vjetë që bashkëpunej me ta. Me njerë mas kangës mome, vjen bashkëpunimja me Eglin, edhe bashkëpunëtorin e tretë s'pa e të regoj njëre, është shqiptari i Gjermanisë. Mirët vesh ma vonë kur ta bojna teaserin. S'pak e mërën vesh. Shqiptari i Gjermanisë, ajo... Plët shqiptari i Gjermanisë, plët kja. Po më interesën kjo me Eglin. A kini vendosë emrin? Ku je nisë.
Ku je nis? Ku je nis? Ku je nis, maj motër? Ja lash qëtar se se kom pas. Egli ja lash titullin kongës, ku je nis? Po e bukur, e? Po, shumë e bukur. Ti fix, Egli fix, Filoni? Ku je nis? Ku je nis? Kukull. Ku je nis? E bukur, ku je nis? Bashkë ku je nis? Edhe ajo dhe me thonë, se këta nuk e kanë si shpreje ku je nis. Nga ke i ka, e të gotu? Jo, se kanë shpreje ku je nis. E nuk e kanë ku je nis, edhe kjo tash, dëhet pak kosovarqe. Po. Pak të nëzirin. Pak duhet. Të nëzirin pak, se është, tash të buje jonja. Po, dashte pa dashte, po, jo. S'kena ka me qumo, është të buje. Mu më vjen mirë, do më thonë që, në fakt, edhe Eglin e ka marrë dashni prej Kosovës, edhe zakonisht, do më thonë, ti e din. Po dashti Kosova, ka me dashti dhe diaspora. E kështë që e bukur është kjo, dhe me thonë që, në fakt, dyjat bashkë, e di që keni me pas një sukses, unë po të uroj sukses mas parti me kongën tënde. Shumë faleminderit. Edhe, unë po i thëmë shikuzve se jemi në pjesën e minutat e fundit, po Fifin, në fakt, mundeni me pas, edhe ju nëse dëni me ndryshu komplet konceptin e dasmës tuj. Po, vala. Se dëni se në kara dhe me thonë dasëm e Fifin. Mund të motoristë të vi speciali për dasmat të juja dhe ahenjët të juja familjare, sepse unë mund të bëj një minutaj 50 minutë shumë fantastik. Shumë e orë. Kështë që e bukur është se më kara dhe me thonë... Ama e ku ljabin me marrë me vete, unë. Më ka qenë dasëm, më kara me qenë dasëm, keni qenë edhe një dasëm në Zvicër. Bashkë, kështë që më kara me... Që na të shtoj zërimi. Po mbi gjitha ja dulim të shpapit. Për vetën ta më më karë që na, tani për dasmort. Po, mbi gjitha, nëse dëni me ndryshu komplet konceptin, po e thëmë që Fifi është bashkë, në më thonë, me ekipin e saj, që mundën me qenë, në më thonë, një minutaj caktume, një surpriz me kërën në mrenda asaj natë edhe më ardhë, po të ndryshoj ke krejt komplet atmosferën. E bukur kjo. E bom një marketing të vogël, kështë sepse javlen mbi gjitha. Shumë faleminderit, Loq, nuk kam jallë për ti. Na ushtu në darës matë këtë dhe. Jo, nuk me di, shqyqyr për Zotit këtë fundin, se gjithë natës është hera e parë, dhe më thonë që une kom kapshu guën 3 herë, para se me një emision, edhe që më bush shumë serios, o kom biseda mes teje. Fundin, pak... Unë e pash pritat që kom u hala kotë, së ta me të të kesh. Jo, mo, traja me jo. Vlami. Jo, ma, mos t'ja nisim, se po ja nisim me t'kesh, unë nuk nalëm dët. Pive, e drejtë, vlavi. Unë e di që vera vjen, po vjen, e di që koncertet, datat, e di se shumë angazhimet presin. Vjetë të punu, dhe më tonë, e ki marrë vetën, e ki marrë energjin, e ki mbush baterijat, që thëmë, sepse... Po menoj që pak para se me fillu sezoni, du me bo mini paush. Një do ditë pushim, sepse kom shumë nevojshme se kom një vjetë e gjysë, gati 2, që nuk kom bo pushime, edhe që tashti... Po mund me kanë edhe ndorë, s'pile e kam shpinë. Po, ka shpinë ndorë, se... Po, mundet me kanë edhe në Burrel, e kam edhe atje shpinë. Edhe në Burrel me shku në Malë, bile është tek pullë dhe shpia. Boreli. E kam pullë në Burreli të vla. O vla, o je. Vla. E motër, kështë që... E kam nevojshme me bu një shkëputje disa ditore me mu zhveten me energji edhe me dashnin e djallit mas pari, edhe mas të nam janë njës punës me vazhdu turin e verës. Fifi, unë pëtëm që ti zakonisht jeni një mike shumë e mirë, një person i cili fakt gjenë edhe kur kjenë ndoshta situatën matë vështirën e matë ngushtën, e gjenë kohën për më pini kafe nëse vjen dikush drejt Tiranës, edhe si të mëzë dhe me thonë, tash po flasë për veti, se në ndoshta të kom thonë erdha shpejt, edhe më këtë thonë, po, hajde lab, deri të lokali, pa tjetër që dali me pim një kafe, pim për qep. Pa diskutem, njerës të miri pres, njerës që e japin edhe e përqojnë energjin pozitive të amon të sinqert, i detektoj. Apo më kuptan që apo du me thonë? Pa tjetër. Njerëzit që ma kanë me të futme dhe ma kanë me hilje momentalisht jam të i nuhat krejt. Edhe nuk jam të i afrut në rrethin tem. E ti je prej aty në njerëzve që më ke dhanë emocionet ma të mirat në bot, je kom
Edhe ti të ajo fillimi jam që ma ka zgat dorën, edhe ti e ka njëni për aty në njerëzve që ma ka qelë derën edhe ma ke dhonë minutajin të në për emisionet e tua, edhe në nuk me të harru kur. Për që ata tash, kur janë nisi edhe emisionin më falë, që të kom lanë me prit që ka gjgat, edhe nuk të kom ardhë në emision, se e kom pasë edhe në qatë periudën pakës të rënume psikologjike, që kom menu që nuk du më pa njerëzit në gjendjen që jam. Edhe që tash peni vetën që jam mirë, edhe që tash po du me ma pa njerëzit që të mirë. Energji pozitive që e ki. Okej, pa të shquf, hajde me mu, se jemi drejt fundit edhe unë nuk i thash me fillim të emisionit, njafton deri këto, i thash me fillim të emisionit, nuk i thash që Pipi ka ndryshu komplet, të më tonë komplet, për duket për mrekullit Zotit, ka ra më vi, kështu që edhe unë të thëmë do kërë se që ke bëqet me Lula. Ta zemrën! Faleminderit! To janë dhe më tonë prej zemrës, faleminderit dhe më tonë ty që ke gjetë kohën dhe mundësin për me qenë pjesë sonë të emisionit Një Kafe më Labin bashkë me qikues. Me shumë knatësi, kur ti e ki, dhe më thonë, qysh unë e di që e kam derën qelë të te, edhe ti e ki derën qelë të shpia jam. Always përjetësisht. Une, po të thëmë, faleminderit, po du edhe një përshëndetit në gratë edhe për atë dashnin tonë dhe të vogël që e ke 2 vjetë, edhe e di që aj kam i pas edhe 102 vjetë, se fe urojmë që të në arritën me këtë mirat e Zotit, një zemrë mi aqu për i gjagjit labi këto. Edhe unë du mi aqu një roas. Dis përshëndetin e këtë mirat e Zotit, po kujdes, në më thonë me këtë motrën tonë, përshkak se i duhet qëtësia vokalit që ta kuptaj edhe ti, se Truni me koni qi. po bim sezon vlerët. Shumë me ranë. Paq vokalin, shëndetin këtë mirat e Zotit. Amen, amen. Edhe ti e paq vokalin se të vynë, paq trunin se të vynë, për me bot emisionet që i bën ti. Faleminderit shumë. Për përfundojmë, po me prapë. Me ty. Okej. Okej. Se qa mora mrapsht asgjë Më falë ty të thash Ka shumë që t'kam dasht s'ka gjë T'pak të shkruajt atë ca këngë Kjo pesherën më dhe mba marrë kuptova Atë që m'ka trem të unë bas Doja t'menoja Dashuri që mbone ty Zemër e shkreta I ka me dasht Jo nuk t'len vet Dashuri që mbone ty Dashuri që mbone Pepe Klumët, faleminderit shumë Ta pika ujë se gjithçka të bukur që sjellë sot. Mofla.
Unë pyetëm shikuesve që ndrojmë bashkë me ne, që ndrojmë bashkë me një kafe me labin, sepse është tani këto momente bloku i marketingut në kuadrët e emisionit një kafe me labin. Faleminderit gjithë atyre që na përkrahin, faleminderit gjithë ata që reklamojnë edhe produktet e tyre, bizneset e tyre tek radio televizioni 21. Më njëherë pas marketingut, kaloj pjesën tjetër të barit, ku Lilioni është sonte pjesë e emisionit një kafe me labin. Ju dua shumë, shihemi këtë verë. Ti me vete copa tek saj zemre që janë thy, po t'pres me u kthy. Unë vetën e kam hu, ga ty qfar du, s'munde mos me vujt për sytë e tu, nata duket e qatë, të kam gatë. Unë qdo dit po tretem duke prit me marë. Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam pik të halit. Apo vjen, po du me pa. Apo vjen, po t'pret dhe hana, i kam folë për sytë e tu, vetë Zoti e din sa kam duru. Vetën e kam unë pa ty unë sot, djehen bosh. Unë vetën e kam unë, ga ty qfar du, s'munde mos me vujt për sytë e tu, nata duket e qatë, ty nuk të kam gatë. Unë qdo dit po tretem duke prit me marë. Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam pik të halit. Apo vjen, po du me pa. Apo vjen, po t'pret dhe hana, i kam fol për sytë e tu, vetë Zoti e di sa kam duru. Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam pik të halit. Apo vjen, po du me pa. Apo vjen, po t'pret dhe hana, i kam fol për sytë e tu, vetë Zoti e di sa kam duru. Unë po du një duar të kitje. Faleminderit Lirian, faleminderit për interpretimin e bukur, kësaj këngë të bukur. Kënaqësi është që jemi bashkë sonte në një kafe me labin. Faleminderit edhe Lumit edhe Taulantit njëkohësisht për atmosferën se gjithmonë janë gatshëm për me punu. E bukur është kur maestro. Në shpejtësi, domethënë, gjithë shkapi koordinohet edhe dele e bukura. Ma e mira është çaja. Edhe unë mendoj gjithmonë që ato sene që ndodhin spontanisht që aty për që aty ato idejat e para, ato shkëndijat, gjithë dalin ma bukur se diçka që planifikohet shumë kohë të gjatë. Qëre, ju që është një mas emisionit nëse na kanal kongën, unë i kam pajet. Kështu që s'ka lidhje, me rëndësi, dhe me tonë, ju që keni pa emisionin e keni pa. Unë mendoj që është e kotë që kjo pjesa ndërpremjes të kongëve. Po ndonë. Unë mendoj që është knatësi një kolegë me ta
kënu kongën. Po nuk po mvaret këtë për kolegëve, po mvaret për produksionit, për shumë sanëve tjera. Po edhe ata do të me ditë që... E kremi si zakonisht që dirë me na përgatit kafet, që ku e ki pavinin... Në kafet e mirë ati. Qëre. Se pavinis do diskutim që është e mirë, edhe s'kam qare pa e livdu se e kam... Bashvendas dhe shumë ofër shpis. Bashvendas e kiti, tash. Doshte pa doshte dhe më tonë, tonin s'kiku e qënë. Ja. S'kiku e qënë. Kërë që unë po e shfrydzoj rastin dhe më tonë edhe me falenderu pavinin për aromën e kafes që ma jebë, dhe më tonë, se nam da sa leju shpes që arë, aromë dëshuria është. Ku jemi të dashuria, ka ditë qka të re? A i qëtë kafe të një. Po, kafe, s'ja kalon kush, definitivt. Besëm që s'pëna del ku. Nuk për del ku, dhe më tonë nuk për del ku. Në drejtim. Okej, dhe më tonë më këtu gjithë shka bisedat e kafja, po. Ma mirë. Rreth kafes. I qesëm sheqerin se na prishet. Po, e pinë tamel atë mesme? Allah tamel. Veqit kafe e pi me sheqer. Qajnë e pi pa sheqer. Dhe më tonë, e vetë mja kafja është... Që i qes pak sheqer. Pak si shumë i qes, po... Sheqerin e këtyre tjera qes në kafe. Po, interesant pak me ditë që punën e kafes. Shumë afer thej që jam afer edhe pavinit. Po, kështu, sa i kafes i mëngjezit, sa del në për soarek, për gjithësi dhe më tonë me pi kafe në mëngjezit? Nuk është që dalë shumë, por një kafet mirë dalë gjithë me pi. Një kafet mirë e pi. Po, kafja e parë është e jotja, është në shpe, është jashtë? Jo, la 95% rasteve është jashtë. Jashtë. Espresso, kafe turke? Macchiato? Jo, macchiato. E pse, brevi? Për me rujt pak shëndetin, se dhe mu pak me pi veç espresso të pastër pak unë pengon lukt, e ashtu pe kam pak ma të letë. Po veç edhe, kur gjithë është i dëmshëm espresso në lukt, sa është i dëmshëm tomli. Po varet pak edhe pe organizmin, për shembull mu veç kafe pastër unë pengon ma shumë se sa kur është e përzime në qëmsht. Mëse pe pra. Ja, pak po. Po të kap luksit të shiva sa ndej në fund. Qa i ki djallo, na dashurinë lam për mu këthyt e kafe dhe mës me pi pak s'bënec. Po, playback në ja bojmë fond, a pan? Po. Playback. Po mas mirë, ti mara. Mara hat, e lëshojmë veç... As mund në pa për kosh kënej keq, as mirë. Po, dhe veç së dejnë, prekim. Edhe u kryj mua bërë. Po më intereson pak me ditë gjatë kësaj periude. Sa i kujdeshëm për njerëzit dhe më tonë që i ke ofër vetës, edhe me iftu me thonë, hajde ta pim një kafe. Muj me tonë që shumë a shumë i ftoj unë në njerëz të ofert me pi kafe se sa që ata që më tojnë. Po, edhe këta... Pse ndodhë kja? Po s'din ashta na, unë kove të fundit që 2 vite e këte, edhe ma heret po shkaku i punës, shkaku i angazhime, gjithmonë vetën teme me nej, a thua jam të pas ko mjaftushëm për rrethin që e kam të ofert edhe jam të i respektu sa duhet. Edhe ajo më brejnë dërgjegje të nkone edhe pak si të kam kot lirë, i thama njëherë në formë provokative, as din me thirë kurte, kanë ta thirë njëherë, i thamë dëmek që pëse s'po më thirë, edhe mas ne i takohëm pim kafe. Ata që i kam tafërt, besoj, edhe ata mi pyt ta thojnë të njëjtën sen që po ta thamë. A e kina i kanë që mëndzis pret me thirë me tonë, o kafja me to është kafja me e mira në botë? Valla zakonisht unë me familjarët e me babin, me nanën, me agjallartë, me muzikantat e me, një 2 shokë ngushtë që i kam, me që ta zakonisht kam qef, se janë njerëzat që mund është me qelë zemrën edhe qajo kafe më shijan ma shumë se ku me di qëfar muhabeti tjetër, me bom me dikan tjetër. Atë ka marrë mali me pi me dikon kafe, me kanë kështë dash me pi, që të ka marrë mali... A, nuk jeton mua ajë person. Kush është? Ajo ko gjyshi jem, që e kom marrë pak të njëherë një javë dhe kom qitë me pi kafe dhe macchiato të madhe i thëj ke makit. Makit. Po, se harroj kur dhe më thona, jo, makit e madhe, bile i kam fotët në telefon, sa dilësha me pi kafe, ja bëjsha një fotë më piknejit të e pija i kafe. Sa ko ka që ka ndru jetë? Gjyshi i ka gati 5 vite që ka ndru jetë. Gati 5 vite. Nuk e kam rritë, dhe më thonë, Lionin e kësaj kohë, dhe më thonë që me dalë me qenë prezent në për intervista, në për televizion. Po, unë e kom dalë në intervista dhe kur ka qenë a i gjallë, bile kur e kom bo kongën Ani Brani, e kam një video prap në telefon, se tash jetojnë me ato kujtimet që na kanë mbet. Edhe Agja i vogël kanë qenë bashkë në Zvicër edhe e ka incizu në atë kohaj. Unë e thamë kongë Ani Brani mirë ma ke bo, a i thot Ani Brani mirë ta kom bo. Edhe kur i thot Agja, po s'tot mirë ta kom bo, po mirë ma ke bo, jo mërë unë ja kom bo, pëse ajo me ma bo mu, apo këpëtër, e ka pas edhe një farumori. Edhe, po,
kafe që ju mungon me pi. Nëse kishe pi kafe, nëse ishkon mundësia, dhe me tonë, ishkon mundësia me pi sot kafe me të, qëka kishe vetë? Nuk është nashta që e kisha vetë kur gjë, se sa krenaru konaj me neve dhe me arritje tona, u vrejt shumë edhe në njërën qësh nga ka foli dhe qësh u sjell me neve. Po veç ajo ngrotësia kur u konaj afer që e kom djehune, më kish mjaftu. Nashta dhe pa folë kur gjanë, veç me nejt me pi kafe që atë edhe me këqyrë, kur gjanë ma shumë. Në më tonë, je prej atë me djeme që ke qeni lidhën shumë me gjyshin edhe me gjyshin. Shumë edhe kur kom qëllu në shpesh herë ka orë prej oborit kur e ka di që jam atë, që të ma theke një kafe se ti ma qëtë mirë. Dashkim ja qitë një kafe turke, pavarësisht jone jetë që jam forti ati në sena. Atina ju ka do kafe ma baj ke qetin, a ju ka pi për një mea. Respekt për këtë gjyshrit edhe gjyshret, edhe ljumë ata që i kanë edhe sot edhe që ja din vlerën edhe ja din respektin, për shkak se mbi gjitha ka njopë edhe na japin dashni, ka dashni pa fundun. I shoh dhe me thonë, sot të fëmija jam dhe me thonë gjyshi edhe gjyshja këtë anën tjetër ka bashortja, por në anën tjetër edhe mame në shoh këtë anë sa e në të lidhën e sa e në përkushtum për fëmit. Kështu që ljumë ata të cilët i kanë. Ka ndodhë ndë njëre me dalë me pinë në një kafe dhe mu inspiru në diqka? Po, shpesh herë. Në herë edhe kur ju më konë njeri në atë mundin që thojmë në disponimin që një është pak pa lidhje, thamë po qona pe markerin, pe marrë një kafe, tu bo gjirë, bjen një tematik për një kanga, një diqka, me kry një punë të mija, një diqka, shpesh herë më ndodhë kjo. Për tu tekstja, melodia? Për mu melodia. Melodia, dhe me tërë melodia është, po, pse për melodia, po tekstja, Po s'do... Edhe tekstja. Njëna pa tjetër nuk banë. S'do diskutim ajo, po, one kum kryo dhe shkollë mesmet muzikës, dhe më konë në fakultet muzikës, unë edhe vetë shkruj ka pak, po me madhon një tekst, nashta shumë ma let ja bëja din melodike, shumë ma let hinat botën tem kur ka me bo melodin, se sa kur më do të me shkru. Për mu është melodia. Kur shko na i tekst mija, të kalëzaj, melodinja bëj vetë. Kur jemi tek teksti dhe tek melodia e kongës, a ka ndo një tekst që në fakt të ka pru dikush edhe ki marrë, ki këqyre, ki thonë ku, se mi a pasja punë me shku? Dej sot jo. Jo? Dej sot jo, nuk është najsen. Se të interesaj a ka na i kongë? Ja, nuk ka na i kongë që... Po, mu i me thonë që nashta rrallë, ka na i kongë që njeri se gjonë bile pak vetën to, se janë tema për dishmëris që i trajtojnë edhe të shkrust. Ata inspirohen dikun që i kanë bo ata dhe neve nga kanë do se cilit gjatë jetës tonë ndodhit ndryshme dhe pa e gjetë, edhe unë jam pavarësisht që këngëtar, edhe unë e kaloj jetën private që i kam ato ndodhit e mija, krejtve në ndodhë mu me gjetë vetën me një kongë. Definitivisht. Nashta edhe nëse se pranojna shpesh herë, nashta e gjojna i kongë që jam, edhe nëse sun ka pëlqy shumë, e nëzo vetën të e gnu, a din se nashta ka diçka që mu më ka ndodhë. A ka ndë një kongë që e ke ndëgju dikuj tjetër dhe ke thonë o zë qërë se pata one? Po ka kongë që na i kanë propozu neve na si kena marri, ka knu tjetër kosh, janë kongë që janë bërë shumë të mira, ose ka kongë që e kumë bërë për veti, ja kumë dhonë një këngëtari tjetër me knu bërë super hit. Mu më kanë ndodhë dy rastet. Po, a? Po, edhe kongë që mi kanë ofru tjetë që si ku marrë që jënë bërë shumë të mira, po edhe kongë që i ka marrë për veti, ka tek në e këngëtari jam ja dhonë se s'banë, për hatër e sene, ja kumë dhonë edhe jënë bo super hite. Po, pishmanë si jënë bo, se që thojnë si jënë kona ashta riski jemi edhe... Po, edhe akuma i ri, sa... Me shëndetin me pas... Po, ajo është primare. Me këndi kishë nda një kafe, prej kolegëve? Me krejt e kam mirë. Me krejt, besëm që... Me nda kafen me dikant, ashtë krejt, të ashtë unë po e flasë dhe me tonë, edhe unë e kom me krejt mirë, po unë e kom do nja, po e marë shemull që e thiri që tashe, mund të po me nda një kafe me to, e di që e kom haver, haver i thëmë në atë kuptimin, i hona sopin, gjysë natës me thirë, po ma kima qenë telefonit. Unë dy du mi përmenë për tash. Përsi në në Lasaliun së në thamë që e kam haver, po e kam një respekt shumë veçan për ta. E me edhe ne kam edhe haver edhe kolegë. Dhe me thonë, këta dy dhe me thonë... Këta dy janë pej kolegëve që janë ma motin skenë, se pe këtyne trive nga krejti jemi shokë në me veti. Po, këta dy i kësha vequna ashta që i kësha pi një kafe, që i kësha ndo kafe me ta. Okej.
Ata dytë atje zakonisht dhe më tonë janë gatshëm gjithmonë sa i përket emisionit Një kafe mlabin dhe janë gjithmonë gatshëm dhe më tonë se kohën e fundit e kom jep edhe një mikrofon. Edhe pa ndërhy dhe më tonë është e pamundshme. Po du dyve, mjë vetë, dhe më tonë këtë pjesë këtona ku jena. Tash jena me një djallë, një këngëtar, i suksesshëm për i Suarekës. Na e dim, në më tonë, ka pjesa Suarekës, atona vishë sa emnat jonë, në më tonë. Se po ndërprej, me ta Olantin kemi qenë shkollën e mesmet muzikës, jo generatën njëjtë, po të njëjtë në shkollë. Njëjtë në shkollë. Ta Olanti është super violinist dhe shumë djalli. Edhe këj ka dajt në gjinot, s'para më ndo të ashtë. Unë jam i gjinot, ti më paske daj, man. Qka bën daja për nipin, hajde? E për cilë me vjana. Jo, në këtë faktën e kënaj. Po nipi për dajen? Shkon në emision. Ej, po m'vjen mirë dhe më tonë, a përshë sa është bota e vogël, dhe më tonë edhe qësh lidhet. Shukona ja që qësh po lidhen se. Me të vërtet me Lirionin jëmë konë shkollë muzikës bashkë 4 vite në Prizren, edhe prej dvegjel që i na konë shoqni, shok, e pasër 100%, u konë super talent. Edhe s'ja ka hup mundin familjes vetë mas pari, edhe mas ndaj edhe vetës e rrethët e neve shoqnis që na bën mundi krenar. Mu po vjen mirë dhe më tonë që fjallët e mira po i falni, po mu më interesoj dhe më tonë se zakonisht ajo onë ja ka onën Prizreni e Suareka për me bo dasëm. Kështë që jo e di që në për dasëm, ma ka gja shumë jeni? O shumë atmosferik. Musarë më ka ranë dasëma me ta, super mirë. E më pëlqen se më nëhet milion shpirtin që aty, vishë për mi andrejsh në jenë dasme në ati shiftit që është atë. Dhe më tonë, këtë rast, po folim për personin në fjallë, cili është balë për balë me mu e me juve. Ekskluzivisht për qëta që e kom për balë. Për dojen e që një qëtu. Me të vërtet e kom brejt, gjithmonë dasmort janë një pjesë e caktune e përqindjes në atmosferën darsën, po edhe këngëtari. Po sarë më kara me Lirionin gjithmonë, edhe ju më knaqë, edhe super mikë prejtë, sa shumë shak, jo veç me mu, po edhe me kolegë tjerë ku kina qenë aty, edhe është ta mund që duhet më konë dikush. Për deri sa dikush të fëtën në familje, të fëtën për një japë matë mirën për vetës. Qëtin mranda, e kjo është për që atëni që e jepë matë mirën për me knaqë gjithë. Edhe neve që jena mustafir aty. Gjakov bëll livdum. Po shajmë pak. Po shajmë pak. Din ka dajt për me shumë. Din ka dajt, se dajt e kanë ashtot. Daja ka në isen? Ajo daja, unë Nipa shako në isen për dajën? Ja, kur gjolla njerë, vish, nej muzik në isen po. Nej muzik, a ka në isen të reja, më furë, që për interesën Nipa shetë më furë në bukës a ka diqka. Sot është dita 7, pak sot një javë kom lancu një baladë. Tash, po menoj një 2 këngë ritmike me i përgadit pak për sezonën e verës, një ka mu konë solo tjetër, ka mu konë një bashkëpunim. Hala nuk është konkretizu me kanë është bashkëpunimi, po dash du të me bo diqka dhe për sezon. A i gatshëm për darsma? Po. Ta Olanti e ceki shumë mirë, une aty i kemi na 30 dit, 40 dit, e di na krejtë sa është sezona, 3 mujës është, as 2 taman jo. Një muj e pak, përgadit na edhe në mënyrë shëndetësore, po edhe psiqikisht që ato dasma që ka i kam mi kry me faqet bardë, unë edhe shpesh edhe musafirve ju thamë se në disa dasma qëllojnë musafir që janë pak ma të ngurtë. Ju tregoj që ashtu si qënë edhe ata jenë njerës që na kanë respektu i Zotë i Shpis nga ka thirë nga dasëm edhe unë mi motivu edhe në basë muzikës edhe me fjalë që qomi ta bojnë këtu më të mirën e mëshme se qifti e ka veç atë natë edhe munona gjithmonë me dha më të mirën për vetës, qovë me muzikë, në qoftë edhe veç të i kesh dikojna se s'ki nevoj që është ta këj na pret kejtë dhe mirë. Si interesant kërkojna të ke funit për ti njerëz me busqeshje, kryje punën tonë që shika hije, edhe shkon edhe ti të shpija marahat. Kina i kujtim pina i dasme që e kujton shpesh? Qoftë moment të mirë, apo qoftë moment të shqirë? Shqyqysh Zotit, momentet këqia që saknojnë dasma kur s'kum pas. Edhe gjithë thamë, mos të më pytë kërkosh për qitë pjesë, mos po thamë dikon s'kum pas, e pi bivetit mësyshe po më ndodhë në isen, po dej sot bashkë kur hitë s'kum pas, asë një. Këqia, jo. Këqia shqyqysh s'kum pas kur, e të mira, shqyqysh Zotin se cilën familje kemi kalu, mire ma mirë.
Bej po të bëj që rafshë barabar që këtë për thëmë. Në dosëm të hiqifti, të nga, me lëshu muziken tjetër, se ka lëshu tjetër e ka ndalashit, të nga ma shpejt, ata ka lëshu timin. Rafshë barabar vistolla e ka nitu, bum, mikrofoni këtë dazën e, vish kë kom pa vetën, shko, ma më kënë kërshpindës. Më shumë janë njëzën të përpër marak, a vrove te, ajo të hiqifti këto. Mu si këngëtar nuk më bjenë mu marë shumë me këtë pjesën më që me ngajt. Tash është edhe ekipa dhe zërimit. Po ka raste në erë, po shqyqër zotit edhe ekipa është shumë e përgatitën. Të unis pe muzikantit kryesor që e kam të orkestrës gëzimin e ata djemt me zërim që janë e muzikantë atjerë, ju rrinë gati këty në seneve shumë a herët edhe nuk ma lojnë fatmirësisht mu këtë përgjithësi shumë më marrën me këtë. E di që, derisa po e flasë që to, regjia në anën tjetër e pjesë e ekipit, se më thonë gjdo javë në mision në mytë të ka skallëzu sëndet tuja. Apo edhe këtë javë dhe më thonë polja, di që ka kallëzoha. Ordzu një nuk... S'kam që ka bëj. Unë jam, që kjo që jam, dhe më thonë shikus më kam pranu që shto. I qesë, dhe të mijat, ko pas kohë, dhe më thonë. Gjatë këtëre viteve, nuk është që ndoshta nuk i ke përmendë dhe nuk i ke falendëru ata cilët fakt kanë qenë afër teje. Edhe sot je falendërues, jemi njerëz? Shumë, po unë gjithmonë këtë rrethin që ta përmena edhe më herët që i ftoj për kafe, gjithmonë këta kanë qenë edhe njerëz që... Njerëz që kanë qenë prej Po, se tash do të me folë realitetin prej kolegëve, s'është që kom pas shumë për kraje, pas po du me hi janë e heq më morë ma pjesë. Ja, po, që ty në interesë? Jo, se mu viktimizu edhe adin atë formën mu paraqitë se gjyna s'kam qef, unë që thojnë i kum gra. është për kraja? I kum gra punës tem, jo mënu për një me, po të thamë për shpirtit, jo mënu me bo gjithmonë ma të mirën, si kur e kum bo një kongë, si kur shkoj na për neja, si kur në për dasma, si gjithdo konë ku jam iftu në qoftë edhe vetë si musafir, kam qef ku qkoj mund pas që thojnë hije edhe veni kur ri, atë ka ftu dikush po, shko banjanerën që shduhet, ose ka thirë për punë, shko krye punën që shduhet, ama familjen e kum pas në bështetjen matë madhe, edhe sot nëse më lejohet, e kam qëto agjën e vogël që atje, edhe sot e ku marrë me veti, kjo edhe në për Evropë ku qkoj gjithmonë është të në kohën, falmnerës që gjonë kohë, së më lenë kur vetë, edhe në sezon të verës, jeton në Gjermani, kur të bëhet data 10-15 korrek, a i vjen Kosovë dhe dhe në fund gushtit është... Dhe me të në barabart me ty? Barabart me mu në gjdo dasëm. Mjaftën që veç është me mu që atë. Bravo sa e bukur është kur e ke mbështetje, e ke dikon edhe aq ma tepër e ke dikon familjes. Nëse do ta përshkruje veten, për ma shambull Ilioni me përshkru veten me një kafe. E jeth, e omel, e mesme. Cile je? Kush folë keq për vetën, bëlla. E për ta. Ama unë për mos me thonë, as e omel, as e keqe, për thamë e mesme. E mesme. Se na jemi keq njerëz, ka njëherë na jemi edhe reflektim i asaj që është na ban tjetri muni. Ti nuk mund është nashta 10 vete, edhe pse të bojnë muni keq, ja u kthe nashta me të mirë. Po bavaki 11 e ko atë fatin e keqi që thojnë atina mja këthyt njëjtën formë që është banë edhe ajë muni, po përgjithsi munona mu koni mirë. Mu, qësh më kishe përshkru? Qësh më kishe përshkru mu? Labi Amelies dhe diskutim e ja. Zakonisht e ambel mirë që theti i mesëm, se s'ka gjumat mirë me koni mesëm. Në jetë do të më rujtë mos me një edhe në gjyna me vetën. Unë është edhe vetë, pëse nuk i gjom konë gjithmoni mesëm, jom koni ambel gjithmonë, o duhet me koni mesëm pa marë parasë. Mirë është mirë mu konë me tjerë, po në gjyna me vetën. Me rëndësi është me konë pjesmarja. Qështu e thojnë? Unë autobus, anë fillim, anë fund s'kolli. Lion, i ki thonë dikujna gjana, i ki thonë dua, i ki thonë të hosë zemën, i ki thonë kujna në i sanë. Ja, unë s'jam person që jam kështu romantike që përdori kështu fjallë, vish nashta, kur jom prish në herë me në i kanë, i kom thonë në i kujna, a përdini ju atë kongën që është djemë? Kujt në vendin tim, i thua gjanë, me kështratin ti, son të ndan kush të përqafon, ti pu dy syt, a me ndon për mua ti, o a ke shpirt,
kujt në vendin tim, i thua gjan, me kështratin ti, son të ndan, kush të përqaflon, ti puti syt, a mendon për mua ti. O a ke shpirt. I me kusht kom vet a ki shpirt. Kështu tash, kur jemi të që kjo dhe me thonë a ki shpirt, a din me falë ti? Kuna i kishë kërku falje që tash? Me thonë falë. Më falë dhe sot nashta veç familjes tem nëse najherë i ku mbom mu një keq, ose najherë ku kam prit ma shumë për meje, nuk i kom plëcu në ato që kam prit ata për meje, për ndryshe nuk e di që është dikosh që unë do na mi kërku falje. Po dhe nëse është dikosh që unë i najherë i lëndum për meje, unë i kërkoj falje me kej shpirtin. Nëse është dikosh, nashta ma pranoni për emisionit Labit, që pju kërkoj falje. Unë e di që ata do të faljen, ata kanë me të kërku se cili prej atyve që i kërkove, edhe sidomos pjesa jote e familje, sepse mbi gjitha, familja është e shajt. Menoj që njeri në bërgjë mas shumë të njetë hinë veç me familje. Po, se ndodhë, shpesh herë e thojmë fjallën të fundit, e thojmë të parën, për shkak që mbushëm i dika tjetër dhe shfryhemi... Na shpesh herë ruhëm jashtë mos mi thonë ato fjallë dhe fatkeqësisht e hanë dikush në familje, po shprejna kështu shumë gjuhë popullore. Nashta një fjallë që ruhësh mos mi thonë jashtë se mos po dalë keq, a i mlefi nashta del mërë në shpisë që sështë të një mirë heqaj, po shqyqër krejt njerës familja i kuptanë mas mirë, edhe së nazinit shumë për të modhe. Unë të paq shnetën, të punoft zani këtë sezon, e i paq mirë këta njerës që i ke ofër vetës. Shumë faleminderit. Ogja ultim në borë që shkon tash e që këthejet prapë. Kemi me shku bashkë se kam koncerte në Zvicër edhe në Gjermani javën që po vjen. Kemi me shku bashkë, faleminderit ty për ftesën. Një kafe me Labin, dhe më thonë nuk konë gjithë një opje misione, unë e së fëmijë më konë atër kur ke bëhe misione te, tash me thoshë që nga ka ardhë dita dhe neve më konë pjesët fëtumve në misionin tanë. Nuk e ti pëse po më kënohet që tash. Na vjen dita edhe neve, se nuk shkon gjithmonë me vujt. A pe kënoj shkon? A jo. Mos na hekë. Ja, se e kënon Sinani. Po, e kënon Sinani, mas mirë. E kënon Sinani, kështë që edhe unë për tëmë, faleminderit shumë, uroj që me pas një sukses, një karierë gjatë edhe me gjitha të mira. Faleminderit shumë, edhe unë ty, të uroj shëndet edhe krejt ekipës tane, edhe inshallah gjithmonë veç suksese dhe të mira. E pas një sezon të mbarti, që fillon shumë shpejt, kështu që vazhdo ofër Lumit edhe Taulantit, sepse është kanga e fundit, koordinohëm me ta cila është kanga e fundit që kime përmbyll. Mika po vujmë, najsen. A ja nisim me vujt prapë, të më thonë se me ty të që është vuhet. Me mu vuhet. Vujtje rritëm. O kërry, banë. Bënja që ashtë, vujtje rritëm. Bëjmë diçka që ashtë. Bënja një vujtje rritëm. Shko drejt atënme, edhe unë për i thëmë shikuesve të radio televizionit një sënirë, shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin, faleminderit se cëllit prej juve që e një pjesë e emisionit Një Kafe me Labin, faleminderit se cëllit prej juve që në fakt keni qëndru dheri këto momente, pavinit për aromën e kafes që ma jep, fibullës, shkani drejt fibullës, sepse mundeni me rezervu hotelin tuj, mi kalu përshimet e verore për mrekulli, po duke me sa haruar asë njere pavinin, valonën, vera e nëzet është edhe për Taulantin, për Lumin, po besa edhe për e kremin këtë anën tjetër bashkë me familjen e ti, sepse pushimet vinë normal për se cilin për neve, Guxan faleminderit shumë, Astrid Hajdar, ekipit, kameramanve, Berat, faleminderit që ti e këto momente, sa ata dy tjerë të zdi ka me kënë shku ndika, ajo në pozicionu në atë pjesën tjetër të emisionit. Jëm me fat, jëm falenderus që gjithë të vite edhe po vazhdojmë me qëndru prapë zbashku me radio televizionin njësë një bashkë me Një Kafe me Labin. Shihemi javën tjetër, bashkë me Lilian Zenelaj, bashkë me këta diplomat që i kam javë për javë pjesë të emisionit Një Kafe me Labin, e përfundojmë Një Kafe me Labin për sonte. S'kam kujtu e kur për jetë, se do vjen kjo dit,
Me ja këthy shpinën familjes, me i than lëm të mirë. Me ja këthy shpinën familjes, me i than lëm të mirë. S'kam kujtu që m'qelë prandera, tu i punun edhe në tjera. Toka tona i lam të djera, o mo jetë e shkreta. O s'kam kujtu që m'qelë prandera, tu i punun edhe në tjera. Toka tona i lam të djera, o mo jetë e shkreta. A mo jetë kur nuk më gëzove, gjithë me i dhërim. Si nuk pate pak më shirë për mu e jetim. Si nuk pate pak më shirë për mu e jetim. S'kam kujtu që m'qelë prandera, tu i punun edhe në tjera. Toka tona i lam të djera, o mo jetë e zeza. As kam kujtu që qelë prandera, tu i punun edhe në tjera. Toka tona i lam të djera, o mo